Avokat, Erion Veliaj ka kërkuar që të ketë laptop në qeli që të njihet me aktet e çështjes së tij dhe në raportet që ka me avokatët e tij. Si mendoni, çfarë mund të lexojmë në këtë rast dhe ç'është kjo lëvizje e Erion Veliajt? Kërkon që të drejtojë Bashkinë e Tiranës me laptop nga qelia? Jo, ajo me sa kuptova unë është për sa i përket akteve që ai është i akuzuar, nuk e di sa është faqja e tyre, pra sa faqe ka. Besoj se edhe ai duhet të ketë shumë faqe, te i kalo 50.000 faqe në rast se i kanë bërë akuzë këta edhe i kanë mbledh çdo lloj prove, edhe mos qenë prove, po thjesht çdo fakt, çdo akt shkresor. Zoti Veliaj mendoj se kërkon një të drejtë procedurale që Zotit Veliaj mund t'ja japin në shumë vonesë, po një qytetari të thjesht që është në kushtet e izolimit nuk ja japin kurrë. Dhe është reforma që ka votuar Partia Socialiste dhe ata qytetarë që janë të paraburgosur së të dënuar që kanë votuar Partia Socialiste, të jemi realist. Pra, apo mos ndoshta do të hap ato USB-n që thanë në gjykatë kushtetuese se kam një USB thanë në qeli. Po, Zoti Veliaj mund të hapi USB-n dhe t'ja çojë tek vendi ku e din shumë mirë ku dalin rezultatet, ku dalin ato si themi lajmet, e dim shumë mirë dhe mos të flasim kot. Ne thjesht jemi parashtrojmë një fakt, qytetarët ta përpunojnë faktin dhe të kuptojnë qartësi kujt dhe i referohet dhe si referohet USB-s, por unë dua t'ju them juve që Zoti Veliaj kërkon një të drejtë procedurale. Ajo e drejtë procedurale, po ju dha Zotit Veliaj duhet t'i japin çdo tjetër person që është i paraburgosur dhe mbahet në mas siguri e arrest në burg. Prandaj unë mendoj që izolimi i kësaj forme ndaj Zotit Veliaj është e padrejtë, nuk përputhet me standardet dhe me atë që Spaku thot vetë që janë të pavarur, ndërkohë në masat të tjera sigurie janë tmerrsisht të varur dhe të friksuar për masat të tilla sigurie. Prandaj unë mendoj për rastin e Zotit Veliaj është një e drejtë e tij dhe uroj që ministria ose institucionet e drejtësisë t'ia japin. Në rast se nuk ja japin, sigurisht Zoti Veliaj do ketë mundësi ku të ankohet në gjykatat të tjera dhe ndërkombëtare. Po jam i bindur që Zoti Veliaj në një moment të vështirë, por jo të pamundur, në gjykatat ndërkombëtare do gjejë të drejtën e tij, po besoj se do jetë vonë në rastin penal. Por ajo që Zoti Veliaj duhet të gjymojë shpejt është një marrëveshje ekstreme politike me Ilir Metën dhe Sali Berishën. Dikush që do të dëgjojë të thotë çfarë po thua, por është e vërtet. Në rast se Zoti Veliaj vazhdon vetminë e tij në paraburgim dhe nuk bën një marrëveshje të mirëfillt politike me Zotin Berisha dhe Zotin Meta, unë besoj se Zoti Veliaj pas 2027-s nuk do të jetë më pjesë e politikës shqiptare dhe do të jetë i jo dëshiruar nga qytetarët për shkak të keq menaxhimit të profilit të tij në drejtimin e Bashkisë së Tiranës dhe në mënyrën e arrogant që ka përdorur në kohën kur ai ka qenë në drejtim. Edhe është aktualisht në drejtim, po me pak do thoja kufizime. Prandaj mendoj që edhe përfundoj që po Zoti Veliaj duke kërkuar njohje me aktet ka kërkuar në të njëjtën kohë që edhe USB-ja duhet të fillojnë të veprojë kundër Zotit Rama. Të rikthehemi pak tek Arben Ahmetaj, i cili ka deklaruar se nëse ai do të bënte transaksione për të cilat flitet se ka bërë transaksion për 3 milionë euro është drejt Austrisë, ato do ta kishin varur mes Tiranës. Ndërkohë nga ana tjetër ka treguar se ai është kërcënuar ku ka marrë 3 telefonata misterioze nga njerëz të panjohur, ndoshta edhe të fuqishëm, siç është shprehur ai. Në këtë rast, çfarë po ndodh me Arben Ahmetajn? Apo përbën ai një shqetësim për Edi Ramën? Jo, nuk bën shqetësim. Jo, Zoti Rama, të keni parasysh diçka, nuk ka shqetësim nga Zoti Ahmetaj. As bëhet fjalë. Po çfarë duhet të tregoj më Ahmetaj sa i përket aferave korruptive të Edi Ramës? Jo, ka të tjera ai që po patjetër që mund të ketë, po çfarë duhet të tregoj më? Por Zoti Rama para 11 maj kishte hall. Realizu 11 maj, mori 83 mandate me ndihmën e Spakut dhe Dumanit. Zoti Rama nuk ka më nevojë as të mbrohet as të fshihet nga Zoti Ahmetaj. Dhe kërcënimet që Zoti Ahmetaj i tregon përpara qytetarëve shqiptar e bën që nesër te komisioni i
asaj që flasim ne të azilit në Zvicër, të thotë që urdhëro publikisht njoftova popullin tim me antarët e partisë time që jam i sulmuar nga kryetari i partisë time që aktualisht është edhe kryeministër i vendit, që 3 telefonata të huaj më kanë marrë në telefon dhe po verifikojnë nga institucione të ndryshme. S'ka pikë rëndësie. Për zotin Rama, zoti Ahmeta i ka mbaruar pas 11 majit. Pse ka mbaruar? Sepse zoti Rama u mbështet nga Spaku, nga task forca e famshme. Mani men ju sa herë keni pyetur, a do prodhojnë ai gjë, a do bëjnë ai gjë? Asgjë nuk prodhoi task forca. Dhe çfarë bëri task forca? Ndihmoi Partinë Socialiste, ndihmoi zotin Rama, e bëri kryeministër, i dha edhe më shumë sa duhet, se aty kur ti i ke të gjithë pothuajse korruptuar për shkuar në burg dhe ti në votimet shkon edhe merr shumicën dërmuese nga Spaku që të ndihmon dhe arreston të gjithë që janë të opozitës edhe në kohë fushate dhe nuk arreston të paktën një të partisë tënde dhe atë të partisë tënde arreston pasi janë certifikuar zgjedhjet. Tani çfarë duhet të jesh kaq shumë i smund në aspektin e të perceptuarit që mos të kuptosh që Spaku me task forcën dhe Spakun dhe aksionin që bën është në ndihmë të Edi Ramës. Duhet të mendosh akoma që ekziston drejtësia në Shqipëri. Jo, nuk ekziston më drejtësia. Ka mbaruar drejtësia në Shqipëri. Sot në Shqipëri ekziston frika, jo drejtësia. Po, një moment, të ndalemi sërish te Ahmetaj. Ahmetaj ka deklaruar se kërcënimet i ka marrë pas daljes së aferës së tunelit të Llogaras. Në këtë rast, kemi të bëjmë një betejë nga ana e Belinda Pallukut kundrejt Arben Ahmetajt, duke qenë se ai ishte ndër të parët që denoncoi aferat korruptive, qoftë kryeministit Edi Rama, por edhe të Belinda Pallukut përpara se Spaku të vepronte. Jo, nuk e besoj që ka të bëjë as zonja Balluku, as zoti Rama. Unë besoj se këto kërcënime janë kërcënime të cilët vetë zoti Ahmeta i tregon, sepse do t'i tregoj te një komision i cili është në varësi të kërkesës së tij për azil politik. Zoti Rama dhe zonja Balluku janë shumë të qartë dhe janë shumë falenderues ndaj Spakut, dhe një po ta them, për arritjen e këtij rezultati zgjedhor. Po ndërkohë ka një luftë dhe një përballje mes Ahmetajt dhe Ballukut, nuk është thjesht akuza në distancë. Zonja Balluku nuk e ka përmendur kurrë dhe ai thjesht foli për një fakt konkret penal, ishte kallëzuar në prokurori. Shiko tani çfarë bëri Ahmetaj që nuk e kuptojmë. Dëgjoj çfarë bëri. Ai bëri këtë gjë. Janë disa dosje në Spak. Unë për shembull nuk e di sa çfarë dosje janë në Spak dhe nuk mund të them. Në rast se më thot dikush diçka, do ta them. Kjo është një dosje që e kanë lënë aty në arrest. E dal, unë e them, o bardhi, është një dosje me këtë fraksion, me këto të dhëna dhe e kanë lënë prokurorin në arrest se ka harruar ku i bjen dosja, për shkak se ka shumë dosje. Dhe tani ti ç'a bën? Fillon edhe në televizor, edhe thot për atë dosjen. Tani ti e din atë dosje. Po ti si e din atë dosje? Se dikush ta ka thënë. Sepse unë tani nuk e di ç'a dosje kanë prokurorët atje. Kanë dosje me prova, kanë pa prova, i stisin provat që i stisin as bëhet fjalë, po kanë prova me pak fjalë, aj sa kanë, ose më mirë, kanë fakte, aj sa kanë, s'ka rëndësi mos jenë prova. Pra, ai e dinte që ekzistonte një kallëzim 2021. Tani ç'a bëri ai? Mori materialin akoma dhe më shumë të kallëzimit, doli çuditërisht te syri televizion, krau i djathtë si televizion, e citoi aty, mirë, edhe i tha atyre që shiko, ka tuneli Llogaras. Po në të njëjtën kohë, ishte edhe prokurori që e mante zvarr të gjitha ato që në 2021 zvarr procedimin. Deri këtu jemi në rregull. Dhe ai ç'a bën? Do shkojë te komisioni kur do ta pyesin, kur t'i thënë diçka, ai do shkojë aty dhe do t'i thotë: Zotri, e denoncova, urdhro fakti konkret, ajo është e proceduar, merr disa lajme, disa revista, thot diçka kryeministri, i thot urdhro zotri, unë e kam këtu faktin, Rama do më bëj në Spak, jo të pandehur, po kalu të pandeurit.